Shoqata Çamëria në Kanada organizoi një aktivitet dinjitoz dhe emocionues për të përkujtuar 81 vjetorin e gjenocidit grek ndaj shqiptarëve të Çamërisë. Një plagë që nuk është shëruar ende, por që na bashkon dhe na bën më të fortë në misionin për drejtësi. Të pranishëm ishin përfaqësues të shoqatave shqiptare në diasporë, biznese të suksesshme, intelektual, artistë dhe mbi të gjitha zemra të dashuruara me Çamërinë. Çam të lindur dhe të rritur me mallin për tokën e të parëve, si dhe shqiptar që ndihen shqiptar çam, për nga ndërgjegjja dhe ndjeshmëria kombëtare. Programi u çel me fjalën e ndjerë të Arela Agakos, Mbes Çame, e cila solli emocion që në hapjen e aktivitetit. Dritan Ajdini, këngëtar me zë të fuqishëm dhe shpirt atletar, i shoqëruar nga muzikanti Tomi Xhelili, sollën këngë që prekën zemrat e të gjithëve. Këtë përkujtim e përshëndetën edhe zëvendës kryetaria e Këshillit Koordinues për Diasporën, zonja Angela Paparizo, shkrimtari Përparim Kaplani dhe disa nga të pranishmit, duke shprehur gatishmërinë për të qenë bashkë gjithmonë kur bëhet fjalë për një çështje kaq të ndjeshme dhe të drejtë si ajo e Çamërisë. Për Alp TV Kanada, Entela Bariamaj.